ju në këto zgjedhje që ndruat jashtë, madje u tërhoqet një vendim i juaj personal, pra duke mos garuar. Ishte e pritshme kjo humbje dhe ka që thellë Partisë Demokratike ndryshe nga 2021 ka rënë 50 mandate dhe sipas jush cilët ishin këto faktorë? Në fakt, analiza mbetet ende për të bërë, por në laptat e para sa për të kuptuar se çfarë ndodh. Gjëja që më shqetëson është një lloj mungese reflektimi, përpjekja për të bërë një kozmetik të një të vërtetë që ne do na duhet ta pranojmë, se sa më shpejt ta pranojmë, aq më shpejt do të mund të ndreqim çfarë kemi gabuar, të paktën në zgjedhjet e vitit 2025, të cilat në një farë mënyrë janë edhe reminiscenca të gabimeve që nuk i ndreqem në fushatën zgjedhore të vitit 2021, kur unë kam qenë pjesë. Ka shumë arsye, po do të thosha, ndoshta edhe kjo që sapo dëgjuam, ky sulmi ndaj Altin Dumanit, nuk po flas për atë personalisht, po sulmi ndaj Spakut. Kam përshtypjen që të paktën në fushatën zgjedhore nuk duhet ishe përqendruar të ishe pjesë e fushatës lufta ndaj Spakut, sepse ne duhet të lexojmë edhe kërkesat e shqiptarëve, sepse pra votën e atyre kërkojmë. Dhe në kohën që shqiptarët shkojnë në 75%, 83% të përqyeshmërisë për Spakun, për punën e Spakut përgjithësi, dhe në fakt në retorikën tonë opozitare ne sulmojmë Spakun, mendoj që nuk ishte momenti të paktën gjatë fushatës zgjedhore ta elaboronim këtë moment. E zotit Berisha ndaj Spakut? Si? Pra, mori kosto Partia Demokratike? Unë mendoj një nga arsyet që mund të jetë dhe ndoshta edhe periferike, por të mos e lexosh mirë vullnetin e shqiptarëve në një moment që kërkon votat e tyre, mendoj se ka qenë e gabuar. Ndoshta një moment të dytë do të ishte mbase më normale kjo lloj fushate, por para zgjedhore dhe gjatë fushatës zgjedhore, mendoj se ishte një gjë e gabuar, një nga elementet. Tjetra ishte përqendrimi i të gjithë vëmendjes së fushatës vetëm te zoti Berisha. Do duket që ajo gjëja personale e tij, që nga shtatori i 2021-shit e sot, kjo lloj heqakeqi që ka ndoshta personale, ju bart edhe partisë edhe fushata u përqendrua për të mbajtur figurën e zotit Berisha, duke harruar në fakt që ju vini, ne vim në zgjedhje me një ekip. Pra, ekipi duhet ishte më i dukshëm. Nuk ishte, sigurisht, po ne nuk kemi pse të imitojmë PS-n, kjo është gjithë çështja. Ndonjëherë duket sikur ne rendim të imitojmë PS-n, po PS-ja ishte në raporte krejt të tjera, në terren krejt tjetër, në mundësira krejt të tjera nga ne. Ne do duhet i bënim më të dukshme faktorët që na lehtësojnë dhe na ndihmojnë në zgjedhje. Jo faktorët që në fakt PS-ja i ka pothuajse në xhep. Kur është fjala për gjithë infrastrukturën shtetërore të cilën duam PS-ja e përdori, e ka përdorur në 2021-shin, e ka sofistikuar përdorimin e saj në 2025-ën. Unë vetë jam dëshmitare e disa momenteve, flas për ditët e fundit që edhe nga pikpamja ligjore janë të papranueshme çfarë ka bërë, flas për ato që kam qenë dëshmitare, nuk po flas për çfarë po denoncohet nga ana e Partisë Demokratike, por për ato që unë kam qenë dëshmitare, po them ditët e fundit, 3-4 ditë para zgjedhjeve, kam qenë në Sinanaj, po flas në Tepelen, në malsinë e Tepelenës, dhe vendosnin stola dhe ndronin shtylla 3 ditë para zgjedhjeve. Kjo është një gjë e bërë... Tani, ju flas për zgjedhjet e vitit 2025. Ose, 2 ditë përpara zgjedhjeve shtrohej asfalti në rrugën e Borovës. Po ta shikosh në klos, në mes të klosit. Këto gjëra kam qenë dëshmitare vetë. Pra, sigurisht përdorimin në këto... Jo, është për një përdorim në ekstrem i fondeve shtetërore për vota konkrete. Sigurisht, këto gjëra mbase nuk e justifikojnë humbjen tonë të madhe. Të mos harrojmë se ne nuk po analizojmë një gjë që në humbjen tonë duhet të zhveshim LSI-n, duhet të zhveshim aleatët, të cilat janë vota që janë përfshirë në shumicë. Po ti bësh një analizë... Po së kanë marrë shumë? Po ti krahasoj me vitet e kaluara gjithsesi, është një pjesë, 50.000 vota, ku 20.000 vota, ku 30.000 vota, në tërësinë tonë të flas të votave të koalicionit të Shqipërisë Madhështore, ato kanë një peshë caktuar. Po ti bësh një analizë, për shembull, analiza e parë që duhet të ketë Partia Demokratike është pse në diferencë me 140.000 shqiptar refuzuan ta votojnë Partinë Demokratike, refuzuan të dalin nga shtëpia, ne na mungojnë 140.000 qytetarë që nuk kanë dalë të votojnë Partinë Demokratike. Kush është përgjegjës? Leadershipi?
pastaj të mos harrojmë, ne duhet zhveshim edhe aleatët që shpjegova, që në raport me vitin 2021 nuk kanë qenë pjesë e votave tona. Pra, këtu kemi prap një diferencë tjetër. Të mos harrojmë 170.000 mbi 170.000 vota janë dhënë partive të reja, të cilat sigurisht nga që janë votat të djatha, na janë marë Partisë Demokratike. Pse janë marë Partisë Demokratike? Se nuk u bëha i koalicioni. Ku ka munguar, domethënë, ku ka munguar gjitha? Po pavarësisht nga koalicioni, shqiptarët mund të votonin Partinë Demokratike dhe refuzonin tërësisht partitë e reja. Pra diku duhet bërë një analizë më hollësishme e të dhënave tona, sepse po të shikosh Partinë Socialiste, i mungojnë vetëm 34.000 vota. Unë jam e sigurt që Partia Socialiste me sondazhet që bën, i kanë munguar këto vota, në mos edhe më shumë, sepse ditë e fundit njeriu në momentin e fundit mund të bëjë edhe një zhvendosje nga ajo që ka projektuar përpara. Partia Socialiste i mungojnë 34.000 qytetarë, pra që kanë refuzuar të shkojnë të votojnë. Ne na kanë munguar mbi 140.000. Pra, këtë 34.000 vota, sigurisht që Partia Socialiste është përpjekur ta plotësojë në kohë. Dhe vetë janë habitur se si është e mundur gjithë kjo diferencë e madhe, dhe kjo është pjesë e analizës. Po, këtu. Ja, ta mbyll këtë që po shpjegoj. Dhe çfarë bëri Partia Socialiste për ta plotësuar këtë mungesë këtë shpërfillje që i bën shqiptarët. Atëherë këmbguli tek votat e diasporës dhe i mori votat e diasporës, kur ne dinim këtë ethe të socialistëve për të manipuluar. S'ka rëndësi, asaj i mungonin një mandat, jo, po futet dhe bishtat brenda. Për këtë po flas. Nëse ne gjatë kërkesës këmbgulëse të PS-s për të marrë votat e diasporës, ne do të këmbgulim për diçka në këmbim, do të ishim krejt në raporte krejt tjera. Po, hym tani